Ne pam që Kryeministri Mickovski dha dy deklarata të ndryshme. E para ishte që ligji për përdorimin e gjuhëve dhe kushtetuta janë të qarta dhe se ligji për përdorimin e gjuhëve duhet të zbatohet nga Ministri i Drejtësisë dhe të nesërmen ishte një deklaratë tjetër që kjo çështje duhet të rregullohet me ligj. Duke parë gjithë këtë situatë, ne vendosëm që ta tërheqim ligjin për jurisprudencë për shkak se e pam që qëllimi i qeverisë dhe i kësaj shumice parlamentare nuk është jurisprudenca, nuk është ligji për notariat që po ashtu e kishim propozuar as për përmbarues në gjuhën shqipe, po është mohimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve. Do me thënë, tendenca, qëllimi përfundimtar i kësaj shumice parlamentare i VMRO-DPMNE-s në koalicion me Vlenin është abrogimi i neneve. Ju e dini që ka edhe nismë në gjykatën kushtetuese për abrogimin e 18 dispozitave të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Pra, kësaj shumice parlamentare, VMRO-DPMNE-s, Kryeministrit Mickovski i pengon ligji për përdorimin e gjuhëve, i pengon gjuha shqipe zyrtare në vend dhe duke parë gjithë këtë situatë ne vendosëm që t'i tërheqim ligjet. Edhe aty që t'jem precize dhe e qartë me opinionin, jemi thirrë në nenet e ligjit për përdorimin e gjuhëve që e konsideron gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare. Pra ju keni dëgjuar edhe nga ekspert të fushës, edhe nga profesor, bile edhe nga antar të gjykatës kushtetuese, të cilët e thonë zëshëm që gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Por shqetësimi ynë që vazhdon të duket në opinion nga deklaratat e pushtetmbajtësve është ky që atyre ju pengon gjuha shqipe, ju pengon që gjuha shqipe të jetë zyrtare dhe i gjithë opinioni ka qenë i përgatitur në fakt që përpara zgjedhjeve. Ata kanë hyrë me një mision për ta zhbërë gjuhën shqipe, për të mos e quajtur gjuhën shqipe gjuhë zyrtare, sepse ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta e vendit është e qartë. Ligji për përdorimin e gjuhëve i obligon të gjitha institucionet, në gjitha instancat e vendit që ta zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Duke u nisur nga kjo, ministri është i obliguar që ta zbatoj ligjin për përdorimin e gjuhëve. Dhe ju e dini që Bashkimi Demokratik për Integrim po ashtu ka ngritur kallëzim penal ndaj Ministrit të Drejtësisë dhe ne jemi në një vijë, do me thënë, dhe i qëndrojmë bindjes, i qëndrojmë respektimit të kushtetutës, i qëndrojmë respektimit të përdorimit dhe implementimit të ligjit të gjuhëve. Dhe një diçka më duhet të shtoj këtu, sa i takon përgatitjes që thashmë përpara të opinionit, besoj nuk e keni haruar deklaratën e kryetarit të kuvendit Afrim Gashi që tha se gjuha shqipe është gjuhë e përkthyer, pra nuk është gjuhë zyrtare, dhe kjo ka ardhur ose deklarata e fundit e avokatit të popullit që po ashtu konsideroj se është e gabuar dhe është në linjë me Kryeministrin Mickovski që kërkon që jurisprudenca të rregullohet me një ligj të veçantë, të cilin do ta dërgojnë në Komisionin e Venedikut dhe prej aty do të marrin një mendim ose një vlerësim, a është i mirë ose është i drejtë. Nuk kemi nevojë për aventura të tilla, nuk kemi nevojë për komplikacione të tilla. Ligji është shumë i qartë dhe duhet të implementohet, duhet të zbatohet, a ne vëmë re që kjo qeveri, kjo shumicë parlamentare nuk e zbaton ligjin dhe kërkon që përmes gjykatës kushtetuese, do me thënë, duke qenë vazhdimisht në koordinim me gjykatën kushtetuese, e cila është shndruar në një institucion parapolitik, që po i implementon programin e VMRO-DPMNE-s dhe politikën denigruese të VMRO-DPMNE-s, po mundohet, ashtu si që shfuqizoi edhe balansuesin, po mundohet ta bëjë të njëjtën gjë edhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe ta mohoj në gjitha instancat përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Kryeministri ishte shumë i qartë në deklaratën e tij. Kryeministri ishte shumë i qartë në deklaratën e tij.
që në momentin që tha se ai do të dërgohet në Komisionin e Venedikut për të parë se a është i mirë ose është i keq, ose të jap një lloj vlerësimi Komisioni i Venedikut për sa i takon kësaj. Nuk kam pritshmëri se do të rregullohet sepse ligji vetëm duhet të zbatohet, nuk duhet asgjë tjetër. Është ndryshe ajo qasja jonë që e kishim që rregullonim edhe çështjet e tjera teknike. Po kjo formë, kjo qasje, unë mendoj se është tërësisht e gabuar, duke pasur parasysh edhe thash më përpara tendencën e vazhdueshme për këto 2 vite, duke filluar që nga zgjedhjet, domethënë nga fushata përpara zgjedhjeve parlamentare, që tendenca është e qartë, shfuqizimi i balansuesit dhe mandej edhe shfuqizimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ju e shihni që në çdo instancë, në çdo nivel kemi reteruar për sa i takon të arriturave tona si shqiptar, duke qenë se jemi shumica më e madhe në vend, jemi shumicë shtetformuese, ne sigurisht se kemi të drejtat tona për të qenë, domethënë, komuniteti me të drejta kushtetuese për si të gjithë të tjerët.